Dita e alfabetit të gjuhës shqipe bashkoi në Universitetin Luiç Gurakuqi të Shkodrës studiues dhe pedagog nga Shqipëria rajoni në simpoziumin shkencor me temë alfabeti që bashkon shqiptarët. Ky aktivitet, i cili ka për qëllim të nënvizojë rëndësinë historike të Kongresit të Manastirit, mbajti një vend të veçantë në nderim të trashëgimisë kulturore dhe unifikimit të gjuhës shqipe. Presidenti i Republikës Bajram Bega, i pranishëm në këtë simpozium, foli për rëndësinë e ruajtjes së gjuhës shqipe si një pasuri të çmuar të kombit shqiptar. Ai nënvizoi se përkundër sfidave që i paraqiten, duhet të bëjmë më shumë për të ruajtur dhe përhapur gjuhën shqipe si një simbol të unitetit. Të ruash e të zhvillosh gjuhën shqipe është një akt patriotik, po aq i rëndësishëm saqë është edhe mbrojtja e atë. Sfidat që kemi përpara ne sot janë ato të mbrojtjes e të zhvillimit të dialekteve, e paralelisht me të, mësimit dhe përdorimit korrekt të shqipes në bankat e shkollës, në auditorët e universiteteve, në media dhe rrjetet sociale, po ashtu dhe në institucione. Çdo gjuhë, por veçanërisht ato që fliken nga një numër më i vogël bashkëkombësish, si shqipja, ditët e sotshme janë në rrezik nga një anë për ndikimit të gjuhëve ndërkombëtare, por dhe nga ana tjetër prej deformimeve që ndodhin nëpërmjet komunikimit digjital. Sot ne kemi gjithçka që ata ndërruan. Kemi Shqipërinë, kemi Kosovën, kemi arsim shqip, media shqip, teknologji shqip, por kemi edhe një detyrim të lartë, ta ruajmë, ta mbrojmë dhe ta zhvillojmë më tej këtë trashëgimi të shenjtë të gjuhës tonë si shenja më e gjallë e identitetit tonë shqiptar. Një gjuhë, një shqiptari, një amanet. Pa gjuhë s'ka kombë. Universiteti i Shkodrës Luiç Gurakuqi, së bashku me Qendrën e Studimeve Albanologjike dhe Fakultetin e Shkencave Shoqërore, e ndjejnë përgjegjësinë për të mbrojtur, studiuar dhe zhvilluar gjuhën shqipe me seriozitet, me pasion dhe me profesionalizëm. Kjo është dhe arsyeja pse ky simpozium nuk është vetëm një përkujtimore, është një vend i dijes, i reflektimit dhe i vazhdimësisë së traditës. Të përdorim, ta mbrojmë gjuhën shqipe dhe t'i japim asaj vendin që meriton, në politik, në auditor, në çdo komunikim publik që ne mbajmë. E trashëgofshim brez pas brezi me njerë gjuhën tonë dashur shqipe. Nënkryetari i Kuvendit të Malit të Zi Nikoll Cama i theksoi rëndësinë e hapjes së një institucioni albanologjik në Podgoricë, duke theksuar se kjo do të ndihmojë në forcimin e lidhjeve kulturore dhe shkencore mes shqiptarëve të Malit të Zi dhe atyre të Shqipërisë. Sot Shqipëria dhe Kosova kanë institucione të konsideruara albanologjike, si akademi, institute të gjuhësisë dhe universitete me programe të specializuara. Edhe në Maqedoninë e Veriut janë ngritur qendrat e rëndësishme kërkimore. Në Mal të Zi, ndonë se shqiptarët kanë programe të arsimit në gjuhën shqipe dhe aktivitete kulturore të gjalla, mungon struktura qendrore që merret ekskluzivisht me studimin, dokumentimin dhe promovimin e kulturës gjuhës shqipe. Ky është një boshllëk i rëndësishëm që duhet adresuar dhe duhet zgjedhur në këto vite që kemi përpara. Themelimi i një instituti albanologjik në Podgoricë është një domosdoshmëri historike, shkencore dhe politike. Ky simpozium shkencor u bë një mundësi për të reflektuar mbi pasurinë e gjuhës shqipe dhe për të inkurajuar bashkëpunimin mes studiozëve dhe institucioneve që punojnë për ruajtjen dhe zhvillimin e saj. I organizuar nga Fakulteti i Shkencave Shoqërore dhe Qendra e Studimeve Albanologjike, ai është një kontribut i rëndësishëm për edukimin dhe ndërgjegjësimin e brezave të rinj mbi vlerat e gjuhës dhe e kulturës shqiptare.